Premte, takohemi live në Villa 24, si çdo ditë tjetër të javës, me Kantin vazhdojmë të jemi në kuzhinë, gati për të bërë ato receta që zakonisht të premteve, Kati na thot, bëjni në fundjavë nëse kam pak punë. Mirëmëngjes. Ç'është e vërtetë kështu është. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes edhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë edhe nga ana ime një ditë të bukur dhe joftojmë këtu tek këndi joni gatimit, ashtu si tha dhe Anila, japim ide për të shtunë dhe për të diel. Pra, bëjeni një kek të shtunë apo të diel, sepse vërtet është gjë e mirë. Dhe unë e kam menduar ta bëj me mandarina, sigurisht që bëhet dhe me portokalli, me fruta të tjera, por janë fruta testinës, që ajo është mirë që ta përgatisim. Gjithashtu me patlıcan, edhe kjo recetë, në vend të mishit të grill, unë do të përdor një nga këto salamrat, ose ky salami turist, ose ky salami tjetër këtu për shembull, që do ta bëjmë me patlıcan, me domate, me qep në një hudhër brenda, salcë, një miks erzash, që të përgatitet salsa, edhe ja u bë. E vendosim në furrë, pra të bëhet si thua me këto patlıxhanët që i kam prerë kështu, domethënë kam hequr pjesët një po një jo themi neve, që heqim pjesën e lëkurës. Jo, kështu ishte, e thoshim kur i mësoni. Në shkollë, një po një jo, që na mësoni, domethënë mënyrën se ashtu. Edhe në një qep, në një hudhër, atë që i thash pak më përpara, këto do t'i vendos pak në tigan, domethënë që t'i kaloj më bëhet një, si thua, pjekje nga të gjitha anët, sepse do të kemi një tigan që nuk ngjit, edhe fare me pak yndyr. Dhe do t'i kalojmë që t'i pjekim. Ndërkohë që thash këto mund t'i përgatisim me mish të grill, por neve kemi shumë kollaj, domethënë këtë salamin, të cilin është i aromatizuar dhe shkon dhe përshtatet shumë mirë në mënyrën se si neve do ta përgatisim. Pra kjo do të jetë një gjellë për një pjatë kryesore për vaktin e drekës, do të thënë. Dhe ne do ta nisim me cilën nga të dyja? Me këtë mendoj ta nis Anila, më fal, sepse këtë do ta vendosim në furrë. Ndërsa për një tjetër, domethënë të shpejtë që është kjo që bëhet me sallam, mund të përdorim me salcishe, me sallam, me specë të kuq, specë jeshil, ndonjë domate të prerë në kubik të vegjël, edhe këtu një miks erzash, patjetër kripin edhe krip për piper, vaj, por këtu unë do të hedh edhe vezë sy. Dhe ndërkohë për të shoqëruar këtë lloj, si thua, pjatë e plot kjo, me vezët dhe me sallamin e domate këto gjitha, do të pjek edhe nga këto kremviçet e tymosur, të cilët këto i shoqëroni me pak lëng limoni dhe bëjnë shumë të mira. Me rigon dhe pak lëng limoni, po i pikni në një tigan që nuk ngjit, një tigan skar nëse keni, ose akoma edhe në furrë mund t'i pikni te grilli. Dhe i nxini, pastaj dhe shoqëroni me këtë recetën e radhës që unë ju thash me këto vezë sy, edhe me lëng limoni. Bëjnë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Janë të thjeshta faktikisht, të veçanta në kombinim shihesh. Kështu që nga do ta nisim ne? Unë veç se një gjë do bëj për pjesën e kësaj, domethënë, sepse tham për pjesën e kekut. Kekun e kemi përgatitur, e kemi bërë gati në këtë formë. Te kjo forma është. Edhe shikoni se sa na është rritur, na ka rritur atë volum, me qëllim që duam domethënë që të kemi këtë salcën të ftohtë në fund fare për t'i dhënë ta shoqëruar këtë kekun, madje edhe brenda kemi hedhur edhe pure mandarini, do t'rregoj më brapa po, edhe lëngun e mandarinit, pra siç e shikoni, kek me mandarina. Dhe do të kemi një filxhan lëng mandarini, një filxhan sheqer, edhe 2 mandarina të qëruar në copza do t'i hedhim brenda dhe do ta lëm këtë që të, prandaj filloj me këtë, dua që të paktën 20 minuta, ndoshta edhe më shumë, të reduktoj, domethënë të na bëhet një sherbet i lidhur, një salcë e lidhur mandarinë. Nevojës që recetat kanë, dikush do të piqet, një tjetër do të ftohet, kështu që ne shfrytëzojmë të dyja pjesët e gatimit për t'i dhënë prioritet atyre recetave që duan më shumë kohë. Përgatitjen e kekut 2 mandarina më fal. Po, do t'i qërojmë dhe do t'i hedhim brenda. Meqense jemi te kekët, sot kemi mundësi që recetat ne t'i realizojmë sipas veçorisë të tyre. Pra le të themi, jemi duke bërë ne një kek me salcë mandarine sot. Mielli Ola nga kompania Atlas na sjell këto paketimet e miellit Farin Up që janë pikërisht për të realizuar keke dhe ëmbëlsira. Madje në recetën që ne jemi duke sjell sot mund të zgjidhni atë shijen e portokallit që vjen në ngjyrën portokalli, ja ta marr pak se është fiks për recetën e kekut me mandarina sot, i shkon shumë mirë. Farin Up vjen në shije portokalli, në vanilje, në çokoladë, sipas dëshirës tuaj. Ja, me këtë mund ta bëni. Se do ta plotësonte shumë më mirë tërësisht recetën
e këtij keku. Bëhet shumë thjesht, i ka të gjitha brenda, pra këto ingredientet lëng portokalli edhe mandarin pure do duhet të shtoni dhe pastaj të gjitha tjerat i keni këtu brenda, sepse kompania Atlas dhe Mielli Ola mendon të vinë në ndihmë konsumatorëve sa më thjesht të jetë mundur dhe jo vetëm me miellin dedikuar ëmbëlsirave, por edhe variante të tjera të mielli, siç po i shohim së bashku në ekran, që nga mielli për çdo përdorim, mielli për pica, mielli misrit i bardhë apo i verdhë, mielli integral, mielli bio që mban paketimin jeshil, e të gjitha këto në logon e Atlas dhe në emrin e Mielli Ola bëjnë diferencën maksimale në treg dhe jo vetëm, por edhe pastat. Pastat Ola, ja, unë kam një paketim këtu në duar, por keni edhe shumë të tjera, ne i kemi në shtëpinë tonë, në të gjitha variantet që nga spaghetti, penne, linguine, farfalle, e plot të tjera, të cilat mbeten pa diskutim zgjedhja më e mirë që ne bëjmë këtu në kuzhinë dhe jemi shumë krenar në fakt sa herë që gatuajmë, sepse e dim që të gatuash në transmetim live nuk është e lehtë, ama kur zgjedh produktet e duhura, recetat të shkëlqejnë dhe produktet të bëjnë të ndihesh krenar edhe në ato që ne konsumojmë këtu edhe në ato që del si rezultat final i gatimeve tona. Do të doja që edhe pak sekonda kohë ti merrja Katit nga shpjegimet e punës që ka për të bërë në lidhje me salcën me mandarina, sepse na duhet veza çdo ditë, vezët e jetës, vezët O-Vital, vezë të freskëta cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate, veza O-Vital, kur thyhet qëndron kompakte dhe e plot, e verdha e vezës është viskoze, rumbullakët dhe ngjyrë portokalle e therrë. 8, 10, 15 kokra e bardhë apo e kuqe, cilësi maksimale në çdo kokër e në çdo stin nga veza O-Vital. 2 prej recetave që do të sillim sot do të mbajnë brenda 2 variante të ndryshme të sallameve tona. Kompania tona është që në vitin 1992 pjesë e konsumatorit shqiptar, gjithmonë duke ardhur me produkte të reja e duke sjellë alternativa të pafundme për të mbushur kështu atë shportën siç ne kemi në studio dhe frigoriferin ton, me variante të ndryshme, kremviçe e tymosur, lloje të ndryshme të proshutave, lukanikun që ne do ta kemi sot pjesë të recetave, sallamin turist në mënyrë artizanale, e plot të tjera supë cilësore në emrin e tona. Atere, Anila ju dhaj një informacion, dhe është një informacion i dur që duhet ta dini, ndërkohë që unë kam filluar këtu që thamë që kemi hedhur një filxhan lëng mandarini dhe një filxhan sheqer. Gjithashtu kam shtuar 2 kokra mandarini, kam hequr domethënë atë pjesën e tulit brenda, edhe këtë pjesën e lëkurës të një mandarinin, nëse ta vendosim brenda. Po. Për ta aromatizuar dhe na bëhet një salltë shumë e mirë për ta shërbyer në fund kekun ton. Pra i kam hedhur, unë ja të tregojmë këtu, kam prerë aq sa duhet, nuk ka nevojë të shtojmë më tepër, është mjaftueshëm. Të lëngun tani ne do ta lëmë të reduktohet sa të na bëhet një salcë e lidhur. Duhet që të jetë një salcë e lidhur dhe duhet më mbrapa të jetë e ftohtë, prandaj dhe neve vendosëm që tani që ta kemi në momentin e fundit do ta tregojmë. Kur të kthehet në salcë, ajo do kullohet apo me gjithë sopozat që ka? Sepse janë të ngrënshme ato edhe sopozat edhe ato. Bëj si thua një recel. Ne e kuptoj. Edhe bëhet shumë i mirë dhe e shishëm. Tani të laj pak duar mos kemi mandarin. Duar dhe do të filloj me cilën nga? Me njërë me recetën e parë me patlıxhanët. Dhe unë lexoj në ekran recetat një nga një që në fillim kemi nisur me shpjegimin e secilës prej tyre dhe me përbërësit majsa kemi këtu mbytryes, por të detajuara janë recetat ato që na i sjellin në ekran, kështu që bëhemi gati të mbajmë shënim recetën e parë që është kek me salcë mandarine, na duhet 400 gram miell, 1 filxhan çaj lëng mandarin, 1 filxhan çaj sheqer, 200 gram gjalp, 4 vezë, 1 vanilje, 2 lugë çaj baking powder, pluhur fryrëse, gjysmë filxhani çaj me pure mandarine. Për salcën na duhet 1 filxhan çaj lëng mandarin, 1 filxhan çaj sheqer dhe 2 mandarina. Kjo që bëm tani është salca, e bëm në fillim se duhet të ftohet. Perime me lukanik, salcice dhe vezë sy, përbërësit janë 1 qep, 1 speci kuq, 1 speci jeshil, 2-3 domate, 4 vezë lukanik ose salcice, vaj, krip, piper, piper i kuq speci, limon edhe majdanoz. Mbarove me patlıxhan, si kante? Mbarove, do me thënë.
Jo, nuk mbarova. S'ke mbaruar? Po, në rregull. Jo, të mbaroj? Jo, në rregull. Ti i ke bërë, pse ke bërë kaq shumë? 3-4 patlıcan, 300 gram lukanik ose salam, 3 thelpinj hudhër, 2 domate, 1 luk gjelle salcë domate, 1 luk kafe me piper të kuj speci, kri, piper, rigon, vaj, majdanoz. Pra kjo është receta me përbërësit e tavës me patlıgjane që ne do të sjellim sot. Puna ka nisur, kështu që tani koha i gjitha për katin. Atëherë të dashur anvisa, si që ju thash që ne do të përgatisim këtë tavën me patlıgjan. Nuk kemi, do me thënë ajsa, ashtu thamë recetë, ne do të tregojmë mënyrën, juve pastaj në shtëpi, në varësi të personave që jeni në shtëpi, vendosni patlıgjan sa më shumë. I pjekim në një tigan që nuk ngjit, në këtë mënyrë se si po i pjek edhe unë. Madje tani do t'i hedhe pakës fare vaj. E dim që patlıgjani tërheq shumë vajin, e thith, është i sfungjer, por ne në momentin tonë, do me thënë nga që kemi tigan që nuk ngjit, nuk është se do të na marrë shumë yndyrë. Se këtu më mbrapa ne do të kalojmë edhe pjesën e salcës që do të përgatisim për të vendosur në furrë. Kështu që i pjekim nga të gjitha anët, mundohemi do me thënë që të kalojmë të gjitha anët e patlıgjanit. Edhe do të presim edhe salamin në formën kështu se si kemi prerë patlıgjanët, po jo ka që ripa të mvaj. Sigurisht që do t'i bëjmë të vogla, ndërkohë që do të kem këtu edhe një qep, për cilën këtë e presim kur bëjmë, do me thënë, salsa të tilla, është mirë do me thënë të e presim në gjysëm rrethi. Kemi edhe një 2 thelpinj hudhër. E kemi gati këtë, ndërkohë që u mendoj ta bëjmë me këtë salami. Me atë që ke në duar? Po. Ta bëjmë me këtë. Mund ta bëjmë edhe me salamin turist, po edhe kjo është e njëjta gjë. Okej. Ti e di. Do t'i provojmë të gjitha ne. Çdo ditë ka një variant të ri për të shijuar, për të provuar. Ky është i mirë për të bërë dhe makarona në vend të mishit të grirë. Bëhet salsa e makaronës, e grini në makinë grirëse dhe e përgatisni dhe bëni, do me thënë, një të shpejt. E shumë gjëra kemi për të bërë, sa nuk në dalin ditët e nuk në del koha për të dhënë të gjitha idet në fakt, idet të cilat shumë shpesh në ngacmohen pikërisht nga produktet që ne sjellim në vilë. Jo, mirë janë. Nuk është se në pikjen të pruar, dua që t'i pjekim, që momentin që t'i vendosim pastaj në furrë. Të jenë të pjekura mirë, kështu që 1, 2, 3, 4, 5, rreth. Edhe një tjetër dhe është mjaftueshëm. Edhe këto rotat janë në bazë të pjesëtarëve, do me thënë të familjes. Doni të përdorni një, duhet të përdorni nga një për secilin. Edhe me gjithatë unë them për këtë pjesën e lëkurës, mund ta vendosim kështu siç është. Ajo ka shumë të pandjeshme, pra nuk është ajo cipa plastike që bezdis. Kështu që nuk është problem. Vërtet, pra shumë të holla ka. Ja ta kthem edhe një këtu. Nuk e bën të bezdisshme. Edhe këto do t'i kaloj pak këtu, pavarësisht se do vendose në furrë. Do t'i kaloj edhe këtu nga të dy anët, me thënë të piqe nga të dy anët. Dhe këtu pastaj do kalojmë edhe atë pjesën e salcës, që do t'a përgatisim dhe do t'a vendosim në furrë. Patlıgjanët i kemi kaluar nga të gjitha anët. Këtu s'ka kaluar kjo dhe vendosim edhe këtu. Marim këtë tavën që do t'i vendosi. Do ju tregoj tani si do të vendosen, një po një jo. Edhe këtu një po një jo? Po, edhe këtu një po një jo, do të vendosen. Pas kemi me skem receta sot. Po, ja kështu lëshoj në këtë aromën e mirë. E vërtet. O Kati, ajo të nxerja, nuk të bezdis ty aty, ta kaloj të ta kaloj më andej, sepse edhe më bezdis, po dhe nuk do të më vinë dhe aromat këtë drejt anila, aromat, veç se hiqë atë. Mere mu këtej. Faleminderit. Sepse, se s'kemi për t'i bërë gjënë, thjesht do t'a lëmë. Përveç se sajt mos më spërkatet me këto shijet e këtyre, se pastaj më mirë kështu edhe ti nuk zjatesh aty. Tani të hedhim edhe këtë pjesën e
qepës, edhe hudrën. Si që shikoni, fillimisht nuk kam shtuar i ndyrë, tani mbrapa sa të heqim këto sallamë, do të shtojmë me njërë i ndyrë. Sepse do të përgatisim atë salsën që ju thash. Ajo salsa do të bëj të veçan, do të japi shumë shi, ndërkohë që shien e kemi edhe nga pjesa e sallamit. Që ta filloj dhe ta ndërtoj anila, ta marrë të tërheq atë tavën ta kem këtu. Cilën? Çfarë do? Këtë? Ja. Okej, faleminderit. Të lutem. I bëm kështu. Edhe këtë kështu. Kjo ishte një po një jo. Po. Shko. Ashtu. Edhe për ata që janë, do me thënë që i pëlqen qik sallami më tepër, i vendosim edhe këtu. Madje edhe njëna e merte. Po s'ka që tani. Këtu do të shtojmë edhe salsën. Domate të grirë të freskët, po, domate dhe kam hedhur dhe një lugë, që mos vënim shumë enë, prandaj kam marrë dhe këtë ngjyrën më të theksuar, kam hedhur dhe një lugë salsë. Aty brenda, okej. Domate e freskët, që shikoni ka copza edhe domate. Deri tani s'kemi përdorur krip as dikundi, është momenti që do ta rregullojmë me krip dhe me erza. Domate hidhni edhe kështu të freskët. Do me thënë të grirë edhe të vendosur, do me thënë në Atëherë, shojmë pak çfarë erzash kemi aty? Kam që me krip, me piper të kuqë, rigonë dhe një miksë erzash nëse ju ndodhet, mundet ta hidhni. Nëse ju, nuk ka problem, mjaftojni me rigonin, piperin e kuqë, piperin e zi edhe kripën. Po dijeni se këto janë, të gjitha këto do të japin shumë shije tavës. Edhe nuk do edhe lëngje kjo tani, sepse kemi lëngun e domates. Thjesht do shplajmë pakës fare tiganin. Pak një përzierje tani këtu. Dhe do t'ja hedhim të salsën lartë tavës. Pak vaj prap edhe në furrë. Në furrën të paranxehur më përpara, si të gjitha llojit e gatimeve, dhe do t'ia lëni, do me thënë temperaturën 200 gradë për 35-40 minuta, edhe pse janë do me thënë të gatshme. Marrim një lugë. Që nuk e kam këtu, do të hedh me lugën e vogël, s'ka problem. Që marrim një lugë? Që nuk e kemi? Që se kemi për momentin, s'ka gjë. I kemi këtu poshtë e në të lara. S'ka gjë, ja me i hedhim këtu. Çfarë i dha aromë ka ishte mirë kësaj? Rigoni. Rigoni ja ka dhënë, pra. Rigoni ka dhënë dhe rigoni i shkon. Jo se të tjerat nuk i shkojnë, dhe çdo gjë, më thënë. Edhe është ajo që thash që nuk ka nevojë për lëngje të tjera, se janë mjaftueshëm lëngjet që neve kemi hedhur. Ashtu. Thjesht që, si thonë gjyshet tona, mos lëm atë ndyrën e fundit në tigan. Mbledhim lëngjet e tigan. To krembiçe speciale ka t'i shëngar me djath. Po, prandaj do piqen dhe bëhen shumë të mira, ashtu si tash dhe serviren me lëng limoni. Këto nuk i kemi provuar ende. Dhe bëhen shumë të mira dhe ato. Po pra, shumë të mira duken. Ashtu, ja dhe këto. Edhe këto patlıxhanët, se keni idenë se sa të mira bëhen këto, nuk duan lëngje, duhet që të dalin shumë me ndyrën e vetë. I kemi gati për t'i vendosur në furrë. Okej. Furrën e kemi ndezur.
Ja. Në regu. Kjo ishte tava me patlıcan edhe me salam. Faleminderit Danila. Të lumë shënduar. Çdo bëjmë tani? Tani ajo përfundoj. Kemi 4 minuta kohë. Atëre, nëse kemi 4 minuta kohë, të fillojmë me recetën e radhës. Këtë do vazhdojmë të ta lëmë kështu, Me thënë, të fillojmë me recetën e radhës. Ka reduktuar pothuajse gjysmën, edhe lëngu po ta shohim është bërë më i trash, më kompakt. Por do duhet ende, sepse tham ta kthejmë. Po, duhet Danila, duhet akoma. Reçeli. Duhet akoma ajo të qëndroj. Tani me recetën e radhës, që do të kemi këtu qep perime. Të njëjtën gjë, do me thënë, e presim qepën. Gjithmonë, kur kemi këto gatime, do me thënë, të tilla në tigan, i presim qepët në këtë mënyrë, do me thënë, gjysmë rrethi. Gjysmën e sasisë së vajit e hedhim në fillim fare. Hedhim qepën. Do të shtojmë krip, më fal Anila. Po bëj punën tonë. Mbledh kuzhinën. Në rregull. Do të hedhim specat, nuk ka nevojë, domethënë i hedhim një herësh. Mund të shtoni edhe pak më tepër speca nëse doni. Që të shtoni edhe, si thua, gjellën tuaj, mund të shtoni pak më tepër perime, speca, të kuqe, jeshile. Ne bëjmë në një enë më të vogël. Me thënë sa të zbuten këto, do të shtojmë edhe domaten. Por para se të shtojmë domaten, kam nga këto salcicet. Po, i hapëm që i hapim, i përdorim. Po. Me që kemi fundjavën për parat, mos lëmë gjë në frigorifer. Bëjnë shumë të mira, do me thënë për... Kati nuk ka nevojë t'ja ulim temperaturën? Jo, ajo duhet të reduktohet, Anila. Qartë, okej. Bëhet një salcë e lidhur. I hedhim edhe këto. Të kavërdisin, bashkë me qepët edhe me specat. Pasi do të na janë të zbuten, do të shtojmë domaten e freskët, të cilën e kam të prerë në kubik të vegjël. Dhe kur do t'i kemi gati, do me thënë me domatin të marrin 2-3 val, nuk ka nevojë që të qëndrojnë shumë, sepse e dim që edhe specat edhe qepët janë të ngrënshme kështu, do me thënë të freskëta si që janë, pa i gatuar. Nuk duam që t'i gatuajmë shumë, do me thënë, duam që të zbuten, por jo të na treten fare ashtu si që përgatisim gjellën. Është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Tani më mbrapa pasit neve do të shtojmë dhe domatet, do të hapim hapësira, kur do të hedhim vezët sy. Okej, pra ne këtë gjë do ta bëjmë në pjesën e dytë, krijimin e hapësirave dhe hedhjen e vezëve, kështu që do t'i lëm pak kohë edhe të gatuen qepët edhe specat, të skuqen pak edhe salcicet. Në krahun tjetër kemi vendosur salcën me mandarina, e cila do të na shërbej për të i dhënë atë shijen edhe bukurinë këtij keku që Kati është kujdesur ta bëj edhe më herët, po sigurisht që ne do të tregojmë edhe mënyrën se si Kati e ka përgatitur, edhe pse kek kemi bërë edhe herë të tjera, por që ndonjë sekret e vogël çdo recetë e ka. Ndërsa në furrë kemi vendosur patlıgjane me sopoza sallami, me erza, me domate të grira të freskëta, me vaj ulliri. Një recetë e shijshme edhe e shpejt. T'ja hedhim dhe domatet? Po, t'ja hedhim dhe domatet dhe të qëndrojnë, me thënë. Shumë mirë. Ndërkohë që domatet zbuten, marrim edhe në kohën e nevojshme, edhe recetat bëjnë atë procesin e vet që e kanë të nevojshëm të skuqjes, të zgjerrjes, të pjekjes, dhe kthehemi në studio për t'i përfunduar të treja recetat e ditës së sotme. Ju qëndroni me News 24, Vila rikthehet pas pak. Ditë e premte na ka rigjetur në kuzhinë, si çdo ditë tjetër në fakt javës. Ne fundjavën e kemi pushim. Gatuan ti javë? Ka ti gjatë fundjavës? Po si s'gatuan? Gatuan, ë? Po thash mos ndoshta e zauron gjithë gjën këtu dhe në shtëpi pret të t'i bëjnë të tjerët. Anila më shumë akoma. Ashtu, ë? Po.
mandova se shkoje për të pushuar ti. Jo, ku ka pushim. Ti gatuane, me gjithë ti e ke pasion, nuk lodhesh asnjëherë me gatime. Me thënë të drejtën, mua nuk ndjej, do me thënë. Po pra, po. Është ajo gjëja kur thuhet, kur bën njeri në atë drejtën. Mirë, një kujtesë të shkurtër, sepse reklamat... Pastaj sajojmë, Anila, sajojmë shumë gjëra, kështu që... Po, ajo shkërësorja, të kesh ide. Po thoja që... Se si mund t'i... Pas, mos ta di që t'keja, pas publicitetit, ta ullë thua? Nuk e di si jemi me punë e temperaturës. Tani, atë që themi gjithmonë. Ta e lezeqme duket kjo? Shumë e mirë bëhet ajo, Ani. Bëjmë një kujtesë të shkurtër, Kati? Për atë që ke në dorë. Atëherë të dashur Anvisa, neve ju lam në momentin e parë që neve këtu kemi filluar me qepë, me speca të kuqe jeshil, në një thelpi hudhër nëse doni. Kemi shtuar më mbrapa edhe këto salcicet, të cilat i bëm një kavërdisje të lehtë bashkë me këto perimet, gjithashtu shtuam edhe domaten të prerë në kubik të vegjël. Tani jemi në momentin që do shtojmë vezët një e nga një. Varet në varësi të personave që jeni në shtëpi. Doni nga një kokër vezë, doni nga 2 kokra vezë. Nuk ju bën dëm, përkundrazi, janë shumë të mira. I hapim. Hedhim këtu tjetër. Edhe do t'i mbulem me kapak që të na krijoj sposjet. Që të na krijoj avuj, na piqen vezët lartë. Të bëjmë edhe, unë them të hedhim 4, Anila. Si të duash, ato edhe po ndërhyn të njëra tjetra, prap mirë në gjaj? Jo, nuk ka problem se kemi mundësin, do me thënë që të hedhim 4. Edhe një këtu të kjo ana tjetër, edhe jemi në rregull. Kati, mbaro dhe me vezën e 4 dhe unë mendoj që kjo është gati. Shumë mirë, po mendon ti, je një lloj si ka menduar unë. Ju si mendoni? Është transhur, ka marrë atë pamjen në një resheli. Atëherë, shikoni, hodhëm vezët, vezëve do të hedhim pak të... Pa largoj më mirë, mos rrezikojmë të na ngjitet. Më falni piper të zi, se më kanë vjen mendja rigon. Jo që nuk i shkon dhe rigoni, i shkon mjaftueshëm. Edhe ashtu, do të hedhim dhe pak vaj në për këto, edhe do t'i mbulojmë me kapak, kim duket sikur kështu, s'ka gjë. Është mirë, dhe do ulim temperaturën, se nuk do kaj temperaturë të lartë dhe fikin fare. E do t'a lëmë sa të na bëhet gati. Që e bëjmë Janila në vënd t'a ullë? Në rregull. Mbaroj. Shumë mirë je. Në rregull. Tani. Në rregull jemi. Ç'do bëjmë? Ajo ka përfunduar. Do merremi me kekun, besoj? Po. Okej. Do filloj me kekun. Okej. Edhe pastaj do përfundojmë me këto të tjerat. Limonin të heqim ta mbajmë këtej. Se na duhet më mbrapa për të përgatitur, do vendos ato që ti pjek. Shiko, kekun do bëjmë vetëm këtë salcën, do ja shtojmë, do ja zbukurojmë e tjera, apo do bëjmë dhe brumin? Brumin do ta bëjmë. Do ta bëjmë, ta tregojmë pse. Jo, mirë, ti e di. Jo, më ta tregojmë, më mirë ta tregojmë që ta shikojmë. Ti e di si e ke llogaritur domethënë. Besoj se kemi kohë. Kemi gati 10 minuta. Ashtu e ula fare, domethënë që të bëhet avash. Edhe a të ndihmoj me diçka? Tani mua më duhet... Çfarë do ti? Të t'i afroj këtej produktet apo do gatuash? Produktet. Do marrë tani tasin që të bëj kekun. Mere tasin, ti unë shoh përbërësit. Po i kam në aneks, Anila. Në aneks, shko dhe në dhomë gjumit. Ku duash? Ate shojmë pak receta, ndërkohë që Kati na vjen nga aneksi. Me tasin që na duhet për të bërë kekun. Ndërkohë, pra, kek me salcë mandarine, 400 gram miell, 1 filxhan çaj lëng mandarine, na duhet 1 filxhan çaj sheqer, 200 gram gjalp, 4 vezë, 1 vanilje, 2 lugë çaj baking powder, gjysmë filxhani çaj me pure mandarine, ndërsa për salsa na duhet 1 filxhan çaj lëng mandarine, 1 filxhan çaj sheqer dhe 2 mandarina.
Në total sa mandarina na duan, se kishim ca nese. Perime me lukanik. Po pra, perime me lukanik të shiqe dhe vezë. Një qep, një speci kush, një speci shil, 2-3 domate, 4 vezë, lukanik ose salqiqe, zgjidhni çfarë të doni ju nga tona i keni të gjitha, vaj, krip, piper, piperiku speci, edhe limon majdanoz. Tav me patlıcan dhe lukanik ose salam. Përbërësi, 3-4 patlıgjane, 300 gram lukanik ose salam, 3 thelpinj hudhër, 2 domate, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 lugë kafeje piperiku i speci, kri, piper, rigon, vaj dhe majdanoz. Këtë tavën e kemi në furrë, do ta nxjerrim shumë shpejt sepse është pothuajse e përfunduar. Ndërkohë, Kati do nisi me përzierjen e vezëve? Po. Të ndihmoj unë? Po. Rregulloj një çika një lart, se duhet marrë kjo është bërë gati. Okej. E në rregull? Nga ky gjalpi që kam këtu, edhe në shtëpi, domethënë, është shumë e domosdoshme që të lyejmë formën, edhe ta spërkasim, flut e vanila, ma hap pak mielin. Kë miell do, se unë pashë ti kishe marrë këtë me vanilje, apo këtë do, apo atë në portokall? Një nga të dyja, edhe me njërën dhe me tjetërën bëhet, nuk ka rëndësi pse ka shijen e portokallit. Merë këtë duash. Unë do doja me këtë, nuk e di pse më vjen më natyrshëm me që kemi mandarinën aty. Është në familje, në një familje. E pra, se këtë do zgjidhja nëse do ta bëja unë në shtëpi. Kështu që unë e di që ti s'ma prish shefin. Jo, unë kam bërë të parin me vanile. Po ja, më mirë akoma, kështu i provojmë të dyja. Të provojmë të dyja shijet. Edhe spërkasni me këtë mielin. Okej. Se kemi thënë që ambalazhi bën të vetën dhe janë aq mirë të ambalazhuara. Me gjalp, me miell dhe kemi gati formën. Ndërkohë këtu do të hedh unë sheqerin. Do të hedh edhe këtë gjalpin që kemi në temperaturë të ambientit. Mund të përdorni gjalp bimor ose edhe shtazor. Na mblodh në bërto, s'ka problem, duhet ta shkrim, do me thëmë pak më përpara, lëngjet anila edhe vezët. Vezët i kam këtu. Sa kokra? I kemi 4 kokra vezë. Ati kam atë vanilin edhe baking powder. Baking powder do ta hedhim këtu tek pjesa e miellit. Ashtë të nevojshme t'ja shtojmë, sepse mielli e ka vetë brënda. Ka, por duhet pak për të ndihmuar. Edhe pse ka. Këtë më ndihmoj, do me thënë për të tretur më raj një kështu. Lëvashk? Po. E heshim. Edhe një. Një pirun këtu. Pas ka rënë dhe goxha e madhe. Mirë, ndërkohë, Kati unë po nxjerr patlıgjanet, mendoj se janë okej. Dhe besoj që po aq në rregull duhet kemi Dhe ja, ku e kemi recetën e parë. Anila, mundis lutem se duhet të rregulloj pak diçka te pjesa e salcës, ma përzirë sepse duhet më tretet dhe të më rritë volumin pjesa e vezëve. Nuk ka problem që se i hodhëm edhe nuk është tretur gjalpi. Ska asnjë lloj problemi. Nuk është problem për të rritur vëllimin. Dua që ta holloj pak këtu, Anila.
Kemi pak punë, Po, kemi një qik punë. Ashtu t'i lema të atje. Tani me radhë do të shtem puren e manderinave. 2 manderina, si që janë i lajmë mirë, i presim dhe i kalojmë në një makinë grise, dhe nëse nuk keni një makinë grise ta ktheni në trajt pure, mund t'i brisni copë të vogla kubiku dhe t'i shtoni brënda. Por nëse keni copat vogla kubiku, duhet t'i përzjeni pak me miell para se t'i shtoni, që mos të qëndrojnë në fund, me thënë, sepse atere nuk na... është bërë edhe ajo, po, ta heshim dhe ta vendosim në një pjatë. Do ta vendosim në pjatë këtë, po le ta lëm këtu për momentin. Ndërkohë, Kati, dhe duhet të parashikojmë kohën e përfundimit të kekut. Po ja, edhe keku, do me thënë nuk do T'ja shtoj të lëngun e mandarinave? Do t'a shtojmë. Shumë faleminderit, Danila. Fikim fare tani se do t'a bëjmë ashtu, veç se ti të lutem, të heqim këto, të lutem, më ndiz pjesën e vatrës, të kujtë, të marri temperaturë dhe këtë neve dhe ajo përse na duhet vatra? Prit tani se do t'a bëjmë dhe ato thamë. Por salqicet nuk mendoj se do kemi kohë, kështu që mos e ndezim kohë të Kanti, se do na krijojë thjesht temperaturën në studio. Jo, nuk kemi kohë, kemi 2 minuta kohë. Kështu që e di që do ta lëm për të javën në vazhdim. Ne salqicet i kemi këtu, kështu që këtu brenda e trazojmë, do me thënë se ndihmohet më mirë kur e trazojmë kështu në këtë mënyrë. Tek mielli. Unë e di sa do, e hedhim. Nuk ka asë një loj problemi, do thoni moj Katerina e hodhe kështu të tërën. Ska asë kek është. Po. E trazojmë që të punojmë të sështë pandispanjë që të themi që duhet për të rritur volumin nga poshtë lartë. Të pjatën e rëmbullakët ka të ke lëmë për vezët? Po. Doja të shoqëroja me këto që është e vërteta, sepse bëjnë shumë të mira kur piqen, dhe i bëni me lëng limoni edhe me pjesën e... Do t'i bëjmë një ditë tjetër, Kati, mos ki marak. Një ditë tjetër. Kemi ditë plot për t'i sjellë të gjitha recetat që ne dëshirojmë, ndërkohë që le të mjaftojmë me brumin e kekut. Ky është brumi i kekut. Shikon, nuk ka nevojë, ju thash që të bëhet ai punimi nga poshtë lart. Nuk është pandispa. Kur është pandispa, duhet ashtu. Shikoni, kemi dhe to copzat e manderinës. Pra bëjmë brumin. E vendosim në tavën e pjekjes. 170-180 gradë për 50 minuta. Sepse është formë e madhe. Rezultati është ky këtu. Pastaj, mënyrën e përgatitjes së salcët ne e treguam, do ta gjeni në YouTube pak më vonë. Shisa i mirë është bërë të gjitha krahët. I pjekur, është i ftohtë, sepse thamë që edhe salca duhet jetë e ftohtë, ndaj e kemi bërë të parën salca me mandarina, është bërë si Chelsea. Dhe do ta përdorim për ta mbuluar, për ta spërkatur. Kaq ishte dhe keku që neve kemi atje. Shiku se sa shumë që ka rritur volumin. Tani, ajo që ngelet, duhet një kështu, të qëndroj. Edhe në furrë. Edhe në furrë. Fura e parandezur, temperatura 170 gradë. Tani na trego se çfarë do bëjmë me këtë salcën me mandarina. Nuk ta vendosim Anila neve këtu. E lëm këtu, ne do ta vendosim në pjekje pas pak. Ndërkohë, më mirë të marrim kohën të bëjmë mbulimin. Kjo është salca. Ta kthejmë nga ana tjetër apo duket më mirë kështu, Anila? Në të dyja krahët mirë duke, unë e ktheva e pas. Në rregull, po ja shoja. Shumë mirë duket. Ky është si një sherbet. Edhe i jep një ekstra shije. Janë copzat e manderinës, janë lëkurët e manderinës. Hedhim dhe pak. E ta fshim pastaj nga fundi Anilës sepse. Kujdesemi përpara se ta tregojmë edhe një herë për të gjitha krahët që të duket edhe bukur, se mbi të gjitha është një ëmbëlsirë. Një letër të lutem Anila se dua ta pastrojmë çik. Po, letrat i kemi këtu. Se keni ide se sa shishme bëhet kjo salca. Do ta provoj. Edhe na çfarë do të shish? Duket, si duket, nuk e di. To pikzat. Ato duken bukur, duken si dekor.
Atëherë, ta kemi si dekor. ndërkohë që ju i hidhni një sy të fundit të Lumshin Duart, të tilla recetave për ditën e sotme, ne marrim kohën për të bërë kështu edhe ndarjen nga ju. Janë të vërteta, të thjeshta, ekonomike, të shpejta për të gatuar, shumë të shijshme, shumë kënaqshme për të gjithë. Jo vetëm për fëmijë. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina miropafshim, kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Ju dua shumë pafund. Ç'është e vërteta dhe unë dhe Anila një përqafim të ngrohtë këtej nga studia dhe ju falenderojmë shumë për ato mesazhet tuaja të bukura. Dhe kur juve na dërgoni ato, ne marrim kënaqësi dhe dashuri. Miropafshim, kalofshi bukur. Të Lumshin Duart, fundjavë të mbarë, takohemi të hënën në kuzhinë në orën 9 me një javë të re, ndërkohë për momentin ndahemi këtu nga Vila 24.